Nësë në në ime ti. Asë baba, për sto para për lishtë. Nësë, më berën të qaj, në orën 3 të mëngjesit më berën të qaj. Dhe më thoni të një qartë të bëjnë ata të shkretën, mos kthejnë në shpi. Kanë ata shpinë e tyre, punën e tyre, jetën e tyre. Po mos kthejnë të rinë këtu me mua. Më duket mua po besh me emocional, presh këshu herët, që është natë akoma jashtë. Se mbas ajo do jetë. Mirë se vini në vlogmas dita nëmër 3. Kur i kthehemi në rutinë, keni parë pak nga këto ditët që kalohemi me prindit këtu te kanali, disa i keni parë te kanali Eleanës, sepse jemi munduar t'i ndajmë ditët. Nuk e di si fluturovi një javë. Nuk arrita ta kuptoj, edhe vërtet është që nuk arritëm edhe ta shijojmë shumë sepse kishim shumë punë. Ishim vrap njëri kënde, vrap tjetri ande. Bab ka u lodh si gjithmonë. Nuk e di si ka mundësi gjithmonë më hapen punë për të cilat kam nevojë babi. Shpresoj që crossing fingers ose sjell me kur për punë në Itali, vetëm për qef që këtë tutje, edhe mami u lodh, Xic më ka bërë shtëpi, e të gjitha është munduar t'i bëj deri në momentin e fundit, të gjitha. I thosha Leri do i bëj, jo, deri në momentin e fundit, sepse ajo është manjak e pastrimi më keq se unë, dihet ajo. Unë jam niveli basic akoma, mami është niveli pro, por që ka privilegj të kesh kohë, të kalosh me familjen. Tani qurita e kuptoj këtë gjë. Është privilegj të kalosh momente me ata. Nuk e di pse po flas kaq në 3 të mëngjesit. Vlen në shtëpi më than flegjum, por nuk besoj që mundem të flegjum tani. U mërzita shumë. Më mbaroi edhe cikli 3 që ta haj. Pse kaq emocionale? Mirëmëngjes përsëri nga një orë më normale për një njeri të zgjohet. Nuk është se para fjeta dje. Isha zgjuar derisa u kthye Klajdi nga aeroporti, vërteta është, sepse më ka erdhur eminin depresionin, nuk kam çfarë bëj, nuk dua të më vi. E di që nuk është fundi botës, e di që së shpejti do i shoh prap, por mbasi javë që ishim të gjithë bashkë edhe e kisha shtëpinë plot, e kuptonin ndjesin. Duket e gjithë shtëpia bosh. Do i bëjmë një reset shtëpisë, edhe pse Ketula na e la të gjitha të pastra, do heq çarçafe, të vjen të gjitha për të larë pastaj nëpër vendet e tyre. Kam xhava në lavatriçën e parë me shapka e kputucët që kemi përdorur këto ditë që ishin bërë të zeza thuajse nga pluri, nga qelbi. Ku marr këtu. Do vëmë të gjitha peshirat për të larë, të gjitha do i bëjmë avash avash. Nuk nxitojmë, nuk po na ndjek njeri, një gjë sot, një gjë nesër. Do filloj nga sot të marr edhe ilaçet e mia për nervin sciatik pak më në rregull, sepse këto ditë nuk kam qenë shumë e rregull, të them të vërtetën. Prisni se kjo është edhe madhe dhe do pak tak që ta mbyllësh. Prindrit kanë arritur në Athinë, pajti çdo gjë në rregull, kishin vonesë një orë më thanë. Babi në mëngjes më tha që nuk ndihesha mirë me stomakun sepse dje në darkë kemi ngrënë lazanja, por lazanja të shushimi ren. Duhet t'i hash për drek. Për dje na doli koha t'i bëjmë, që ishin pak më qetë. Vallai, do zgjidhja gjithë jetën ta kem shtëpinë rumuj. Rumujra, kur ju them rumuj, të çmendem, para se ta kem shtëpinë kështu bosh. Më mirë të gëzoj në rumuj, sesa të trashtojmë në perfeksion edhe pastërti. Më arriti edhe emaili që është bërë gati porosia e luskut me divanin, edhe do arri. Sapo të marrim me këtë divanin e vjetër, do bëjmë porosi me një 2 mobilje të reja që dua. Dua ta heq këtë të bardhën e të marr një ngjyrë më kafe si ajo skrivania, të jetë diçka më e lartër që të mbushet ky cepi. E vërteta është edhe nuk ju kam folur shumë këto ditë, sepse kishte prioritet të arrinim të mbaronim të gjitha punimet që kishim të bëjmë në shtëpi. Do ju tregoj edhe të gjitha punimet si dolën të përfunduara, çdo gjë ka dalë shumë e bukur, çdo gjë ka dalë perfekte. Po për këtë isha e sigurt se po e mori babi përsipër në dorë, e di që e nxjerr ashtu si duhet, por edhe më mirë. Ta keni parasysh që këto nga IKEA, këto qeskat kështu, janë perfekte për jorgan. Çuk gati. Una nuk e mbaj mend edhe si hapet e si mbyllet tani kjo. Njera u bë, edhe kjo futet brenda, okay, super kollaj. Nuk e di pse, por mua kjo pamja i një krevati, një divani të shtruar që nuk ka njerëz më krijon trishtim shumë të madh. Që kur kam qenë e vogël, që kur mbaj mend veten, domethënë kur iknim nga Kapshtica, edhe i linim neve krevatet e divanet e nënës edhe të babait të shtruar në shtëpi, edhe i linim mbrapa vetkë, mbaj mend ato mëngjeset që jemi çuar të gjithë vrapojmë që të rregullojmë çantat, valixhet, i fusim në makinë të gjitha, edhe kur shoh mbrapa shoh të gjitha rrobat e shtruara që kishin fjetur, edhe nënën e baban që i
problem, edhe është një pamje që una pse flas kështu edhe dua të qaj. Po, edhe është një pamje që më krijon që atëherën shumë trishtim. Do me thënë deri dje në këtë orë kisha motrën këtu të shtrirë që vija ta zjoj, ja qaja kokën të qoj, që të ikëm të pim kafe. Ajo grindeshe që nuk don të zjohet, vinte Lulushja këtu sipër që ta zjonte ai. Edhe sot është thjesht një divan bosh. Por si ngushëlloj veten gjithmonë, të paktën kemi të gjithë mirë, kemi të gjithë shëndet. E kjo është më e rëndësishmja se po i ke këto gjërat, do gjesh kohë, do gjesh mënyra e do ritakohesh e do rimblidhesh. Po mos i kesh këto gjëra atëherën është problem. Atëherën ke vërtet një hall. Duhet të vedem mbulesat e këtyre stagëve të lajen, por do e bëjmë nesër me shumë mundësi këtë gjë. Sa për punimet, nuk e di se sa e mbani mend, po këtu ishte i gjithë muri i prishur, këto pjesë baribabi, shtopi karton gjes. E tani duket si një shtëpi normale, si një mur normal, nuk na hyn ftohti i madh nga jashtë, edhe nuk duket me si një shtëpi e abandonuar, e braktisur, e gremisur, plus që këtu te salloni, babi më shtovi edhe këtë pjesën e karton gjesit që nuk ekzistonte më përpara, që të varet perdhja që aty brenda, të duket kështu pak më mbledhur, më nice, më estetik, se sa kur kishte atë shkopin gold atje. Edhe tani më ka vënë mami provizori perdhen që kisha, por kjo është e vogël, sepse shkopi perdhes ishte më poshtë. Ajo pjesa është më lart, duhet të ble perdhe të re. Dua të ble një perdhe lino këtu, të bardhë, edhe idealisht do e ble në Greqi. E dua si ato që ka mami te salloni vet. Në Greqi mund t'i bësh me porosi, sa metra të duash, me shirit, apo me shkop, apo me njërin, apo me tjetrën. Ta bëjmë fiksat ashtu si e ke ti te mendja jote, zgjedhë copën e të gjitha, më duket e në Shqipëri kështu bëhet. Tu nuk e di ku i bëjnë njerëzit perdet në këtë lloj mënyre, me porosi. Di vetëm që mund t'i blesh te Jusko ose te Ikea e këto. Por këtu janë edhe të gjitha shumë më shtrenjtë se sa në Greqi ose në Shqipëri. Kështu që preferoj t'i bëj atje të sjell tutse perde janë futeni në valixhe ose perde. Thojeni si të doni. I fut në valixhe, i sjell, i lan një kuros, i varet dhe je mua. Edhe këtu te dhoma ime është në përgjithësi rumuj. Edhe këtu obviously do ndroj çarçafet e mia. Thjesht nuk e di po kam tani mbulesë për këtë organin. Apo duhet të pres të lajnë të thajnë dhe të rivej njërën nga këto. Ja edhe të dhoma ime sa bukur ka dal tarja, shpunuar korniza anë mban deri lart. Atë poltronën momentalisht e kam mbajtur. Kam vënë llambën që kisha te salloni aty mbrapa. Atë mos e shikoni, duhet ta vendos. Edhe aty mbrapa derës mami më ka vënë barcën e robave që ajo ishte aty. E më than mami me motrën që nuk duket keq sepse brenda ke direkt dollapin edhe duket mirë në sy. Duhet të heq atë qesin që është atje që të duket më e rregullt, më e bukur. Por nuk jam e bindur shumë për këtë. Prandaj më shkruani pak e ju në komentet si ju duket dhoma kështu, po ju pëlqen. A mbaj këtë lloj sistemimi? Keni ndonjë ide tjetër? Këshillat tuaja janë të mirëpritura. Edhe këtu kemi Luluson, që është kënaqur këtë ditë. Kanë lojtur të gjithë me Lushen time, i kanë dhënë të gjithë të haj. E nxorë dhe jorganin të aeroset me qenë se kapo të mirë. Duhet të loj pak edhe këto shapkat plastike. Halleja që kur e bërëm shpinë, unë i thash të më vejnë ujtë ngrohtë edhe këtu jashtë, po më thanë që do ujtin e ngrohtë jashtë asnjëri nuk e vejnë. Po ja që duhet, sepse mua tani më thajnë duar. Banja është pastruar, nuk dua të shkoj t'i lajte banja, e detyrimisht dhe i bëj këtu. U kthy edhe buri në shtëpi, edhe varit e dera të gjen, çfarë quhet ajo, girlanda. Girlanda. This looks so cute and nice. Kam vënë këtu poshtë dhe Santa please stop here. Do të pëlqente tisha kaq i gjatë. Kaq, tani mos egzagjerojmë. Po, kaq tisha. Dhe te ajo vazoja, mi hoqi mami ato që kisha edhe i lavi, ato ishin të vërteta. Po lëshonin lesh kudo në shtëpi. Futa këtë ullirin. It's so cute, it's so beautiful. Dhe është edhe falco, kështu që thjesht e lan njërin në kaq, po të kujtojmë unë. Që kujton këtë? Çfarë? Pema jonë e parë. Nuk është ajo pema jonë e parë. Nuk ishte kjo e para tjetër. Jo, është ajo që kja vën ketula në banjë. Kja në banjë në pemë. E vuri mami në banjë. Atje po ajo akoma më e vogël. Nesa atë se qy fare. Kjo ka qenë pema jonë e parë. Zbukurovi mami edhe banjën, po vuri një pemë të vogël, tha, kam parë unë që i vënë në përbanja pemat. Edhe kjo pema këtu ishte bërë gjithë plur, edhe nxori mami jashtë e lavi me markuç, tani ndriçon. Çdo gjë që prek ketula ime ndriçon. Sot dreka jon konsiston çfarë ka ngelur nga ditët e tjera. Kështu që kemi një pjatë me lazanja të haj njeri, edhe kemi edhe një byrek. Unë nuk e haj gjithë vetë atë, do më japësh dorë. Edhe kemi edhe një cop lakror. Më ka ngelur edhe pak bechamel që përgatitëm dje me mamin për t'i vënë lazanjave. Nuk e di si ta bëj, po supozoj që kur të bëj makarona, do e holloj këtë me pak ujë edhe t'ja bëj makaronave. Bëjmë kështu kremoze me bechamel. Unë vdes për bechamel, mundem të ha me lugat e tani ta marr. Bechamelën? Sa don të hash nga ajo burr? Gjysmë.
ky dushi më bëri elevate humorin nga minus që ishte te dyshi. Po më merr motra. Ela. Orea, daks. Do bëj skincare-in tani. Nuk pas kam hequr as vethët kur kam hyrë të lajm, as unazat, i kam të vëna që dje. E në përgjithësi, sa rritem aq më shumë bezdi më japën, sidomos unazat i mbaj në përditshmërinë time. Kur isha më vogël, nuk i hiqja asnjëherë këtë lloj gjërash. Por ja që pleqëria bën të vetën. Kam filluar po përdor edhe këtë kremin. Është realisht aq i mrekullueshëm sa thon njerëzit. Edhe hidraton shumë, edhe po të shikoni, lëkura ime ka filluar të marr veten. Puçrat si puçra ikën, irritime të tjera nuk kam. Okej, kanë ngelur disa shenjat se duan kohën e këtyre dhe ato. Vetullat akoma i kam për të hequr, o zoti i madh, nuk e di kur do pronontoj. Nuk e di se akoma do e shty dhe do e marr mbas ditën me qetësi. E vërtetë është që kam të editoj ca TikTok, ca Reels, të filloj të postoj. Akoma nuk kam filmuar intron e vlogmasit. Këtë weekend duhet bërë të zben. Nuk mundem ta shty më shumë se kaq. Edhe duhet të heq këto pak punë në përgjithësi sot mbas dite. Më janë tharë fare si duart ashtu edhe buzët. Sot në mëngjes u zyam me 1 gradë. Në orën 9 të mëngjesit, 1 gradë. Çdo kalorifer i shtëpisë është mbushur me shapka edhe atlete, por me sa pash janë larë. Duket më mirë të ato shapkat e Klajtit që ishin bërë të zezat, se këto nuk dukeshin aq shumë në sy, edhe pse edhe këto një lloj si ato ishin bërë. Thuaj se janë edhe tharë. Qarqafët të gjitha më në fund janë të lara edhe të thara, kështu që po shtroj krevatin, ta kemi gati për të fjetur gjumë, edhe pse kam parë 1000 hacks si mundesh t'i vesh këto mbulesat e organeve, kam provuar 1000 metoda, por përsëri e ashtu si më thot koka ime, edhe nuk është fare fani si aktivitet ky. Më jep bezdi. Pa 3 orë të merret. Hypën vapa, më hypën gjaku në kokë. Gjaj kam gatruar. Te divani jo njeri që tashmë është bërë edhe i vjetër, duke qenë që kemi porositur të riun. Do bëjmë unboxing të advent kalendar, ka erdhur fundi kësaj ditës, e di që nuk ishte një ditë e gjatë, e di që nuk bëra shumë gjëra, por është edhe psikologjia e tillë. Do rikthehemi, besoj, avash. Sot jemi te numri 3, cili ndodhet këtu. Është e vockël. Është një mini size, nuk më pëlqejnë këto. Advanced Night Repair është serumi më i famshëm i Estée Lauder. Nëse nga njëra anë mund ta marr me vete në ndonjë udhtim. Kështu them gjithmonë edhe dini çfarë bëj, nuk i marr. E pastaj i hedh se s'ka dal. Por po, inshallah kujtojmë kësaj radhe edhe marr. Dhe diku këtu ndër ju le dhe ne do shihemi nesër.